Dëgjojmë të gjithë, fjala për ju. Faleminderit. Vizioni im I parë për Shqipërinë është ai I vizitës si më të parë që pata në Shqipëri, që ishte para 10 vjetësh. Ne kur kishim projektin e Botrintit ishim aty për 3 vite dhe përshtypja ime është që Shqipëria është e ngjashme me Japoninë. Për sa I përket përmasave nuk është vend I madh, por kjo vjen pikërisht për shkak të historisë. Unë vetë kam lindur në vitin 1954 në Yokohama. Dhe në atëherë në ato vite isha 9 vjeç kur ndodhi lufta e dytë botërore. Dhe familja ime ka ardhur nga Nagasaki duke patur dhe përvojën e bombardimit atomik. Dhe pikërisht u bë dhe ne pam dhe ishim dëshmitar të asaj rritjes që pati Japonia pas luftës në atmosferën e viteve 1950. Dhe unë ndjeva këtë lloj ndjeshmërie midis Japonisë dhe Shqipërisë. Dhe duke parë edhe topografinë e Shqipërisë, Shqipëria është një vend malor, me shumë male dhe Botrinti, po ta shikosh, është 4 orë larg dhe po të shikosh janë lugina dhe male njëra pas tjetrës dhe rëndësia e topografisë e kulturës dhe personalitetit është shumë e lidhur dhe gjithmonë sipas ndjesisë sime. Dhe po të shikojmë topografia është shumë e mirë për diversitetin. Nëse ke një hapësirë boshe, është shumë e vështirë që të mund të kesh mundësi për krijim. Dhe nëse ke lugina dhe male që ndjekin njëra pas tjetrën, aty shikon pikërisht edhe diversitetin. Dhe po të shikosh edhe vetë mjeshtëria, vetë është e lidhur me topografinë. Dhe po të shikosh edhe vetë mjeshtrit e ndërtimit jetojnë në lugina dhe e njëjta gjë po të shikosh edhe në Japoni, ku kemi pothuajse të njëjtën topografi dhe mjeshtëria është pikërisht për këto lugina dhe ndoshta Shqipëria është kjo lloj mjeshtërie që unë vetë doja të punoja me këtë lloj mjeshtërie të përpunimit të gurit, të punimeve të ndërtimit dhe këto janë aspekte shumë të rëndësishme për vendin, sepse mjeshtëria është një mjeshtëri që sjell komunikimin midis topografisë dhe ndërtimit në vend. Topografia është gjithashtu e lidhur edhe me bujarinë. Dhe Shqipëria ka një vend që njihet për mikpritjen, për besime të ndryshme, edhe një lloj si në Japoni, ku ne kemi shintoizmi, budizmin, krishtërimin, edhe fen islame nëpër rajone të ndryshme dhe njerëzit jetojnë në paqe. Dhe ky lloj diversiteti dhe bujarime është shumë I rëndësishëm për të ardhmen e botës, veçanërisht në këtë moment që ne po përjetojmë sot, ku diversiteti dhe bujaria është shumë e rëndësishme. Dhe Shqipëria mund të jetë pikërisht edhe një shembull I botës për të ardhmen dhe besoj se diversiteti kontrollohet dhe qeveriset nga një leadership I fortë. Dhe leadershipi dhe udhëheqja kulturore, ashtu siç është Edi Rama, e tregojnë pikërisht edhe vetë leadershipin që ka vendi. Dhe në Japoni ne kemi perandorin. Dhe perandori nuk ka ushtri, është një simbol kulturor I vendit dhe kjo është e rëndësishme për Japoninë. Dhe pas luftës së dytë botërore,
ky sistem u zhduk nga skena dhe mendoj se Shqipëria mund të jetë shembull i mirë i udhëheqjes së re dhe të punosh në Shqipëri për mua është diçka që më jep gëzim. Dhe duke parë edhe ngjashmëritë me Japoninë dhe me projektin e Butrindit, tregojnë pikërisht shembujt e këtyre ngjashmërive. Faleminderit shumë.